e që në krah kam zotërin Denik Prizreni, që është një personazh goxha kreativ për verën, se kemi kështu sezonin e verës, e që po besoj kemi me folë shumë qka për këtë stin kaq të bukur, e që ka shumë qka brenda saj. Mendoni edhe të kështu, Denik? Gjithmonë, unë me verën jam shumë e lidhur. Denik, fillimisht faleminderit shumë për kohën, edhe që je sot bashkë me mua. Faleminderit për ftesën, ishte shumë kënaqësi. Denik, që shiheti kështu me verën, një person i verës, po nisim kështu? Unë edhe në horoskop jam shaje e ujit, kështu që kur je shaje e ujit e do në verën shumë. Edhe unë e du, po që nuk mi me shiju. Kjo ka shumë rëndësi. A guxojnë a sonde me të vënu? Po besoj je dhe sonde me naja hengë të dasmav. Kemi kohë dhe pak. Kemi kohë dhe pak për ngut, kemi shku në dasma, po qysh ka fillu e gjithë kjo verë, Denik, për ty? Ishte kështu e vrollshme? Jo, së është e lëllshme, dhe shoshnia dhe rrethi jam që më njohin, ata e din që unë jem super energjik, dhe se kam kështu problem me 4-5 orë gjumë, ngaj me njëherë ku tjetra, ku kena koncerte, ku kena prova, ku kena edhe kështu që se kom heq kështu, jam tepër, kom qef punën, e du punën. Tjetër është që gjumin e kena në munges gjatë tonë kohës, po... Po presni shtatorin. Shtatorin po pak për deti, masanej. Pak masanej. Na të regojë, Denik, kështu kemi ndëgju kohëve të fundit, ka gjashën për njerëzve që vera ka fillu pak ma vonë, le themi, me mungesën e mërgjimtarve, ke po edhe ju vetë këtë? Nuk e di, ndoshta nuk i kom për cilë, po më nej sajnë vënua dhe kur kanë ardhë. Me këtë pjesën a hingjëve, kështu i ke pas prezente? Po, vetëm se e kom një dalim këtu, sepse une gjatë tonë kohës jem edhe i zonën gjatë ditës, sepse kemi prova në filharmoni, prova në operë, edhe kemi gjatë tonë kohës e kemi kohën shumë të pakt, që me pas mundësimi njek edhe apo vinë më mërgjimtarët, as po vinë. Po kur vinë koncertet që i kemi, aty me njerë shkojmë aty edhe i shohim aty, dhe më thonë që i kanë ardhë. Po edhe i shohim bast kolonave, kur një rrugë magistrale buhet shumë e ngarkume, e aty e shohim që dhe më thonë kanë ardhë. Edhe gjithmonë e bi një frim të mirë në shihër. Po, pikresht. E shihni edhe ju vetë këtë dalimin, po besoj keni pas dasma a hingjë gjatë gjithë vites, edhe ka rastis në është ndojnë dasëm edhe pa mërgjimtar. Qysh është dalimin një dasëm e mërgjimtar, edhe një dasëm pa mërgjimtar? Me që po thu që e bin këtë harin. Dasmat zakonisht e kanë një regull që pavarësisht sa njerëz janë mrena ose qysh janë, ajo duhet me rjedhë kadale, po kur vinë mërgjimtarët, gjithmonë merë hovë shumë të malë, sepse janë të malëngjymë për venin, kanë qefë edhe gjdo sekuencë dasmës me shiju deri në maksimum, edhe kanë qefë mu dëfry në maksimum. Kjo është dalimi, do më thonë, gjatë dimnit edhe gjatë verës. Pa qka se edhe dimnit vinë shumë, së është një kohë... Po kjo vera është në duke që ju dedikohet pak ma shumë mërgjimtarë, vjen kështu shumë prezent të këni. Absolutisht, kanë shumë malë për vendin, me nëzis presin me ardhë, me nëzis presin me pa familjarë të tërne, edhe mu dëfry dhe në maksimum. Të mënej që është. Pa tjetër. Gjithmonë kemi kështu temat të diskutushme e loj shmërit tyre për mërgjimtarë të qush e shahti, qëfar ndjesie, energjie ki nga mërgjimtarë, kështu qëfar ndjesie të japin, qëfar energjie? Ka edhe komente negative online për ta, por që... Tu njësë prej faktit që gjysa e familjes time janë edhe jashtë, kështu që unë gjithmonë je i malë, edhe tu e ditë që na nuk shihemi gati krejt vitin, ose vetëm verës kur ata vinë, e muj me paramendu që që kanë familjarë tjerë për shembull që edhe ata nuk i shohin njerës të tëne, me ka një vjetë. Po kur vinë këtu, gjithë shka tjetër, merë kuptim tjetër. Për mu, të qëfar do gabimi që mujnë me bo në komunikacion, veç mos tjetaj fatal ose diçka, ose qëka do që mujnë me bo, unë e o kësha leju të drejten kështu 100%. Kënaqur në jeni në shpit ju, jeni në venin e juj. Komente negative mund me pas qëfar do forme, po une nuk i përkrahi ato, absolutisht jo as ofendimet, as sharjet, as kur gjoheq. Po malin që e kanë ata për atë dhe, kur vinë këtu, do shta nuk duhet një anëzon shumë për të madhe në qëfëse veturën e ka leon keq, ose ka pi pak ma shumë, ose ka ashtu. Unë e menoj që du të me qenë shumë ma të dashtën me ta,
shumë sepse ata me vite dhe me dekada na kanë ndihmu vendin tonë edhe atë tonë. Vetë e cekët që për veç makinave janë të mire dhe duhet me shiu në mënyrën më të mirë të mundshme, gjithë këtë pushim që e kanë ata në vendin e tyre, le të themi, por e sheh edhe ti të arsyeshme kështu nga komentet që i shohim, e vërtet që vozisin pak shpejt kështu. Kur vinë në Kosovë dhe shumica aksidenteve që ka raportuar ma shumë janë të mërgjimtarëve gjatë kësaj sezone. Vetëm mos t'jenë fatale me humbjet e njerëzve, sepse ajo masaj nuk paguhet me sen. Po përderisa ka dhe të ri edhe të reja me cilët edhe dojnë mu njoftu kur të vinë këtu në Kosovë, nështë me lidh në i martes, nështë në i fejes, nështë edhe qatë gabim, unë ja kësha toleru në kuptimin që donë pak mu kallëzu para femnës veta, e hypë në vetur, i je pak ma shumë gaz. Po s'është nëjse në madhe kjo. Jo, pa tjetër, përveç atyreve fatale normale, arsyetohen me gjithat vinë ata nga vende dhe shtetet ku kanë regula strikte, mandej në Kosovë i thejnë të gjitha ato regula. Absolutisht, po, se për shembull ti në Zvicër, me qenë ti në Zvicër dhe me jetu në Zvicër atje për 10 ose për 5 që e ki kalu shpejtësin atje me njëherë të kopë gjoba. Nuk është që të vetin atje i mërgjimtar. Jo, atje veç të bën një farë blici, trak edhe e hazër, ti e hongre. Po që ato po thonë, kur të vinë këtu edhe pse janë infuzioni ma i madhë që kemi na dhe do më thonë që shumë familje jetojnë, tash nuk po flasë, me jetu në shpinë tëne, këta punojnë, po gjithsesi një infuzion i madhë është kur edhe këta vinë verës e ndihmojnë babën, nanën, vllaun, motrën, etj. Kur jemi kështu të mërgjimtarët me që undalëm të kjo pjesë pak më shumë, ju vetë shini vetën të jetonit jashtë vendit? Unë muj me konceptu edhe ndryshe këtë pyetje, sepse unë gjatë tonë kohës ma shumë jam jashtë se zonë në Kosovë. Po me qenë mërgjimtar me jetu jetë plot atje? Si, nështë ta si student e kom pas, këto se unë jem dalë shumë herët prej shtëpis, nështë ta nuk kom jetu me një shtet evropian për në atë kohë, po do me thonë kom dalë shumë herët prej shtëpis, dhe isa kom kry studimet, bla bla bla, ajo ka qenë një kohë cilën edhe jo mërzit shumë, qysh ja di edhe atyne, po unë e kom qenë edhe shumë i ri, ti kemi të kjartë. Po ja u di, besom që ja u di, sepse unë nga mosha 15 vjeqe nuk jam në shpe. Në më thonë 15-16 vjeqe që ështu, në më thonë të nkonë kom qenë në lëvizje, në studime, etjere. E me që jemi kështu tek mërgjimtarët edhe unë dalim fillimisht tek doasmat, ju vetë qëfar kërkesa keni më shumë? Jeni më shumë në Maqedoni, në Kosovë, në cilat pjesë më shumë keni kështu kërkesa të doasmave? Unë doasmat nuk i kom a priori. Unë do me thonë, doasmat i marë disa të caktume të njerëzve që unë i një, edhe njerëzve që e din performancën time në përdarsma. Puna ime parë dijet është opera, filharmonia, provat, kemi koncerte rreth e mreth botës, kështu që kur vjen te puna e dasmave, unë ndoshta e marr me ma shumë përgjithësi, sepse nuk kam shumë ashtu që i kanë tjertë, unë i kam disa po cilat njerëz më rezervojnë për me qenë ofër këtu në për Kosovë. Atëherë me që nuk je kështu gjatë gjithë kohës, pse nuk e merr kështu një sezon full time? Apo është ndonjë arsye artistike, se e dim që shumica e kolegëve të tu edhe janë full time në doasma, dhe është një ndër arsyet edhe pjesa e fitimit të tyre? Absolutisht. Unë e kam rahatlukun tem në punën që unë e bëj. Unë gjatë të vitit jam i angazhum në shumë sfera të këngës, kështu që ndoshta edhe verën e shoh si një mundësi me cilën edhe muj me punu, edhe muj ka pak me pushu, ndoshta për me gjetë një farë balansi, sepse në shtator përsëri i rikthehemi provave, koncerteve, me operë, me filharmonia, dhe kemi shumë, ndërsa shumë njerëz gjatë kësaj kohe pushojnë, e na prej shtatorit me një herë shkojmë me punët e përditshme që i kemi, do me thonë. Po, kjo është nështë edhe arsyeja. Kjo është nështë arsyeja. Qysh thotë Gjizi, për mu nuk është sezon vera. Apo kështu edhe për ty. Megjithatë, mos harrojmë që e kemi përballë një artist që është i shumë lloj-llojshëm në muzikë, me shfaqje, me koncerte, neja, hingje, dasma e gjithçka brenda. Ku të flan zemra më shumë? Pa e kom thonë edhe në shumë intervista tjera, zemra ime gjithmonë ka flajtë dhe vazhdon me flajtë në muzikën operistike. Dhe
aty njihem denek, aty njihem i përmbushun, por pa qka se edhe kjo pjesa tjetër është edukat familjare të cilën e kujtoj ndoshta si shumë i vogël, kur jemi mbledhur në shtëpi gjithë së bashku, unë i kum ra pianos, vllau gitarës, motra po ashtu pianos, e kemi quë, këtë shtëpia kemi bo aheng për shkak nejës që kemi pas në shtëpi. Kështu që ndoshta kjo prej kësaj ka rjedhë, më thonë, gjatë këtë kohës, që unë ndoshta edhe këtë pjesën tjetër, nejave, të muzikës, të stileve tjera, me pas shumë për zemër, ndoshta jo vetëm këngën popullore, pa qka se edhe pa këngën popullore nuk ka, në më thonë, kënga është fantastike. Atëherë Denek, pavarësisht këtyre angazhimeve gjatë gjithë vitit, ne jemi kështu në verë dhe fokusin më të madhe kemi tek vera. Me që folëm paraprakisht për doasmat, qysh është Deniku me doasmat, qysh i shen nga syri jot perspektiv doasmat sot? Shumë pak qifte kemi që nuk duan të bëjnë doasma dhe shumë kemi që duan të bëjnë doasmat të mëdha, tradicionale, me shumë luksoze, dojnë me shti shumë pare në doasmat të tyra, qysh i shen nga kënd vështrimi jot? Për mu doasmat janë të shajta. është një pjesë e cila një qift ka ndërru me pas një moment qysh do që e menojnë ata. Mund t'jetë dasëm e madhe, mund t'jetë dasëm e vogël, ajo varet krejt për bugjetit ose për dëshirës cilës dojnë me shpenzu ata pare. Si dasma e vogël si e madhja, për mu është një send shumë le të themi shumë hynor, sepse ata njerëz e kurëzojnë një dashuri për cilën kanë luftu që sa, për me mbajt. Edhe kështu që gjdo detaj i qëfar do dasme qofta jo, e madhe ose vogël, ka shumë rëndësi dhe do t'jetë në perfekcion. Megjithatë, sa arsysh më duket që pavarësisht pasurisë njerëzve mesatare apo ekstravagante, njerëz shpenzojnë në 30.000 euro për një dasëm. Është arsysh më për ty? Ashtu dojnë me ndru këngëtar, 2-3 këngëtar të ndryshëm? Për mu kjo nuk është e akseptueshme, nuk ka qenë kur, nuk e kum pas këtë shije unë e heq. Për mu një dasëm normale, nështë veç presionit tem, është ndoshta nesër mas nesër kur do që do t'a bëja për veti, kësha bo nëse ofse e bëj, kësha bo në deti. Në deti? Po në s'kina ka ma bukur, po, që e kemi ova për 2 ore ki prej qëtuit, ose në Malzi, ose në Ulqen, ose në Shqipëri, e bën një dasëm me njerëz të ngusht, me njerëz që t'kanë rrethu për të njëtën, ndoshta është qefi jam ajo. Patjetër, ju vetë cakët më herët që dasmat për ju janë të shenjta, edhe që qefi jutë që ka me bëjnë një dasëm në deti, në të ardhmen, megjithatë kjo tregon një thjeshtësi. Sa mendon që po i mungon vendit o thjeshtësia në dasma? Gjithmonë luksoze, shumë pak shohem kësi celebrime kështu në mënyrë të veçantë dhe thjesht, që se kemi pa ma herët. Po ndoshta tu i pa unë e krejt, tu e pa dhe dasmën që është super e shtrejt, edhe tu e pa dasmën që është normale, edhe tu e pa dasmën që e bo me nja 100 vetë. Tu me thonë, këtë tu i pa, këmë thonë, okej, as kjo së për mu, as kjo nuk po flasim, dash për qështet e pare. Nuk po qështet e pare shë, po qështet e stilit. Qësht ti e menon, ose sa bukur kish me qenë, në që se une në deti qysh e kom pa në historie në kokën teme, e kësha marrë një gitare dhe kësha kënu një kongë të dashurës time në deti, para se me qitë unazën gështë. Ajo për mu që është e stili. Më thonë, une kom qef ashtu tjertë kanë qef luksoze me... Po gjithmonë, edhe thjeshtësia mundet me kushtu, por gjithmonë është ajo unikiteti që mbet. Qysh e sheh ju nga vetëm nga syri juj, cili është trendi që nuk i pëlqen Denikut fare, kështu në gjithë industrinë e muzikës, jo vetëm tek dasmat? Shabloni, vetëm shabloni, tash po hin nusja, po hin tuparat, po hin aj tjetëri, po është një shabloni i cili është i ndërtu... Mos t'i harrojmë edhe bakshishet që ndodhen në dasma, në ajingjë në gjitha industrinë. Bakshishet, ajo është temë cila është e kalume, sepse bakshishi është bakshish për cilin kur t'ja len t'i edhe 1 euro një djalit që ta ka pru një kafe, e ja len një... Po, pa tjetër e kuptojmë me gjithatë, nuk po flasim me 1 euro, po flasim me shumë doja, ato ka mbushur me para. Din kështu me qenë kogja virale, kështu. Po që ta po thamë që është e stilit, që është njerës kanë qef me shpenzu parën.
ti ki qef me për shembull e një këngë të bukur, ose të taknu një bend i bukur edhe ti shkon atje i jep 500 euro. është çështje stilit të jetesës, çka ki qef ti me ngu, çka ndon, qysh jeton, çka han, qysh flen, është këtë çështje stilit të jetës, lifestyle. Patjetër. Kështu që s'mendojmë gjithë njësoj se ishin qështet shumë shablon edhe jeta. Shumë shablon. Me që pëndalimi tek jeta, sa mundesh me buti këtë dallimin nga jeta private me balancu edhe jetën profesionale që e ki edhe që është goxha e gjerë. Na trego pak, jo vetëm verës, po gjatë gjithë vitit. Balansin unë e gjej të ndoshta të familja dhe të pjesa shumë që ka du unë me bo me vetën teme edhe kur një avë dit muj mu më shelë në shpe edhe muj mi analizu krejt senet cilat më bojnë mirë ose më bojnë dam ose me një rreth të caktum nuk du me najtë mo, tërheqim edhe vazhdojmë mënyrën time. Kështu që me najtë ndoshta not your bubble që thojnë angles, not që thuhet shqip not balonin ton të jetës, me najtë në herë aty s'është marrë. Në më thonë, me najtë ka pak i vetëmu, mos mu ekspozu shumë, me pas një jeton dhe private që ka shumë rëndësi. Ajo publike është qysh njerës të shojnë ty. Sa ti mirësh me vetën dhe sa ti e qetë me vetën, ka tjetër rëndësi. Tjetër rëndësi, pa tjetër. Me që jemi kështu të sezona Adasmës edhe gati në përfundim të intervisës, dhe ne këti që nuk e ki fare problem këto këndimet live, a na kështë këndu diçka do që ty të pëlqenë, në i refren të bukur, ose diçka më në pruat energjinë e verës kështu në studio bashk. Më kinë zonë pak në goshë, sepse nuk im ka di... Cilën dushtem? Cilat janë më në para? Nuk kam dyshem. Nuk është aty problemi, po... Veç ta gjem një kongë që është e bukur dhe një kongë që e duon edhe që është e verës. Kënga qytetare që të pëlqen mas shumë të ty, cila është? Do t'vi moj gjan, do t'ulem dhe do t'qaj, zjarin e zemrësime, ta shua jo me duhan. Do t'vi moj shpirt, do t'ulem dhe do t'pi, zjarin e zemrësime, ta shuaj moj me raki. Pa dyshim të nek e ki një zotë mrekullueshëm, kështu live plus, është një interpretim shumë i mirë dhe që të shuajmë shpesh kështu në interpretimi live, andaj edhe dita që nuk e ke problem. Na trego pak për të reja që i presim nga Deniku. Kemi kështu ndonjë këngë të re ose ndonjë album, ose çka kanë njerëz me pa në vazhdim nga Deniku? Në premtimet e mia nuk du me dhonë shumë për shkak se këtë po varet prej obligimeve që i kam prej shtatorit e atje dhe koncertet që i kemi me operën që janë të ndoshta të pamundshme me dhona i premtim për publikun me ditë ata që po vjen diçka e re, po gjithsesi gjatë para festave të fundvitit do të kemi edhe shumë të reja. Ndoshta do t'i kallëzojmë kur janë të gatshme, sepse s'janë alo të gatshme. Ideja të janë, çdo sen është e gatshme, por në realizim me sipër s'ka në alo. Kështu që kur do që vinë atëre... Në të ardhme në afert. Është e afert. Po du me të falenderu shumë Denik për këtë bisedë të këndshme kështu në emisionin e verës dhe po shpresoj që kemi me u taku shpesh edhe në ato planet e ardhshme kur kemi pas diçka me ndoa me neve edhe që besoj që gjithmoni përqafën këto të reja të tua publiku edhe që kështu i erdhi fundi intervistës me Denikun por edhe emisionit të sotëm.